Në 2 vjetorin e largimit të poetit lirik Korçar Skënder Rusi është botuar libri Kthema ajrin me poezi që ende nuk ishin sjell për publikun. I sjell në shqip dhe rumanisht, libri ringjall poetin që aq shumë në vargje i thuri Korçës, dashurisë, dhimbjes dhe jetës. Me djalin e tij Eris Rusi, poeti është i pavdekshëm, ndërsa për aktoren Zamir Akita, vepra e lirikut është pjesë e hershme e netëve poetike në qytet. Poeti Skënder Rusi u largua përfundimisht drejt qiellit. Sot, në 31 maj, 2 vite më vonë, ai rikthehet me atë që është esenca e tij, shpirti i derdhur në poezit, në një përmbledhje, në një vëllim dygjuesh, rumanisht-shqip, përkthyer nga mjeshtri Marius Dobresku, nën botimet Onufri, me një libër kuptim plot nga titulli, Kthema ajrin. Ne kemi nevojë që ajri të vijë dhe të bëhet pjesë e frymëmarrjes sonë përmes të bukurës edhe poezisë. Të lutem, hiqe kremin vishnjë të buzëve, që të ndjej kur të puth. Kush kryqëzohet me poetin, o bëhet krisht, o bëhet shkrumb. Kjo është e vërtet, ne sot e kujtojmë mbas 2 vjetësh Skënder Rusin, e kemi kujtuar në çdo ditë të tij, sepse ne lexojmë shpesh poezitë e tij, takohemi shpesh me Erisin, me Eglën, shijojmë kafe, sjellim kujtimet e tij, nuk mund të harrohet Skënder Rusi, sepse ai ka qenë shpirti i këtij qyteti. Kthema ajrin sjell poezinë e fundit të poetit lirik Korçar Skënder Rusi, i vlerësuar me 10 çmime brenda dhe jashtë vendit, si një nga poetët më të mirë të Shqipërisë dhe Ballkanit.